Internet edhe në pikat ku nuk punojnë as telefonat fiks apo celularët. Kjo është ideja e projektit që premton navigim falas në 1250 pika të shpërndara në të gjithë vendin. Projekti i postës dhe qeverisë shqiptare u realizua nga kompania e internetit Tring Communications. Më shumë akses do të kenë qendrat universitare publike, por edhe zonat e thella. Në fakt, sipas kryeministit Berisha, përdorimi i internetit në Shqipëri është rritur ndjeshëm. Ne shtrim internetin në 1250 pika, por ne ftojmë sektorin privat të angazhohet në miljen e fundit në interesin e tij më të mirë. Dhe në të katër anë të vendit ne ofrojmë atij miljen e fundit të internetit për të gjitha destinacionet dhe ofrojmë atij me çmimin më të levërditshëm. Projekti ka një vlerë totale prej 3.1 milion euro. 49 pika ofrimit të internetit janë të dedikuara për 16 universitetet publike në vend, ndërsa pjesa tjetër është instaluar në zyrat e pushtetit vendor apo qendrat arsimore në rrethe.